Rrim me portat e ti, vlla motër, me falenderimin o botët e tia, me adhurim dhe me lavdërim. Ti bëj punën tënde në zemrën tënde, kudo që je, kudo që do ta dëgjosh, mbyllu në dhomën tënde sekrete, mbyllu në dhomën tënde të zemrës tënde, mbyllu çdo gjë tjetër që të shqetëson, që të shpërqendron, dhe do kërkojmë fytyrën e tia. Është e nevojshme që ta bësh atë gjë, sepse pa atë gjë nuk mund të fuqizohesh. Atë gjë nuk mund të marrësh çfarë ti mund të ketë vendosur për ty sot, për lavditë të tia. Okej, buka ishte një dije, ishte e mirë, por ajo ishte e djeshme. Merë të përditshme, bukën tënde të përshkrimi, përditë të tia. Halleluja. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Ti që qëndron në dritën e paafrueshme. Ti që ke krijuar gjërat në atë fuqisë së fjalës tënde. Qelli shpa lavdinë tënde, kupa qellore shpa veprat e duarve tënde. Që qëndron në mes të serafimëve, në mes të kerubimëve. Për lejtë emri tënë, vim për para emri tënë të atë, për para fronit tënë, në atë gjakë të Mesias Jeshuas. Kërkojmë fytyrën tënde, kërkojmë lavdinë tënde, kërkojmë urtësinë tënde, kërkojmë fuqizimin tënd sot. Lavdi për jetë. Na ndihmo dhe një herë o Ati im. Na ndihmo dhe një herë o Ati Zot, të rifestojmë në fuqinë tonë, me anë të fuqisë së frymës shenjtë, që banon tek ne, për të kërkuar e një fytyrën tënde, në shtatë tënde, hirin tënde të nevojshëm. Lavdi për jetë. Lavdëroj krusin tënd të vlla motër, mos të ri heshtur. Tregoj dita që e ka bërë në jetë tënde. Falenderoj në zemrën tënde. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Vajtimi e shimat o Ati im. Vajtimi e zemrën time e shimat kurdoj për rrugët tënde, urdhrimet tënde, kur pendoj për të mirën tënde. Lavdi për jetë. Ti që ke madhështinë dhe shkëlqimin tënd. Ti që ke lartësimin e emrit tënd në emër të Jeshuas. Ti që zotëron të gjitha gjërat, fuqia, lavdia, mirësia, njohuria dhe urtësia të përkasin ty. Ti që shtren qellin me anë fuqisë së dorës tënde. Dhe froni tënd i derimit është e lartë aty në qell. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë o Ati. Ti o A dhe nuk ka të asnjë tjetër. Ti ishe, ti ke qenë. Ti je dhe do jesh për jetë. Tu ndues, adonaj dhe mjesh të lartë në qell, dhe në tokë poshtë dhe nuk ka asnjë tjetër. Lavdi për jetë. Prandaj ju duhet ameni këtë ditë në zemrën tuaj, se vetëm Zoti juaj është adonaj lartë në qell dhe në tokë poshtë dhe nuk ka asnjë tjetër. Si thuhet, Yahweh do të jetë mbret gjithë botën. Dhe në atë ditë adonaj do të jetë një dhe emri i tij do të jetë një. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë emri tënd, të madhërisëm. Emri tënd, që lartë komët, në fuqinë e autoritetit tënd. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Ti që mbretërove për para se të kryosh e çdo formë.
ku krijimi erdhi me vullnetin tënd. Atëherë si mbreti u shpallë, dhe emri tënd u shpallë përmbi të gjithë krijimin. Lavdi për jetë. Pasi ti ke pushuar qeni, o Adonai im, ti do të mbretërosh me fuqinë tënde të jashtëzakonshme. Ti thej që do mbretërosh dhe do na sundosh neve në emër të Jashuas në mënyrë plotë. Në atë ditë ku ti do banosh me ne. Ti që ishe, ti që je përjetësisht me shkëlqimin tënd. Ti që je i pari dhe i fundit, Alefi dhe Tavi, dhe nuk ka të dytë si ty, të krahasohet me ty dhe t'jeti barabartë me ty, o Atim. Pa fallim e pa marim, ti e forca dhe shuri. I drejti turet dhe kështjellës tënde, dhe krave tënde, dhe gjenë sigurinë, sepse ai është i pëlqyer në rrugët tënde. Zbaton urdhrimet e ligjit tënd. Lavdi për jetë. Prandaj o Atim të falenderoj në emër të Jashuas. Falenderoj atë për çdo mirësi që ke dhënë, për çdo fuqi dhe në urtësi dhe favor për të shpallur fjalën tënde, mbretërinë tënde, mbirin tënd. Ti që je i mirë, i mëshirshëm, i dhemshur, shpirtgjerë dhe i bollëkshëm, në mirësi dhe në të vërtetë, duke ruajtur mëshirët tënde, për mira breza për ata të duan në zbatojnë urdhrimet e tua. Prim për para fonit tënd, o Atim, dhe ndërmjetësojmë atë parë për veten tonë, për çdo shkelje të ligjit që mund të kemi kryer përpara teje. Ato të dishme dhe ato të pavetdishmet. Nëpërmjet gjakut të sakrificës së Mesias Jashuas, kryepritit tonë të lartë, Zoti tonë, mbreti tonë, ne të marrim faljen përpara fronit tënd, jo për shkak të veprave tona të drejta, por për shkak të mëshirave tua të mëdha që ti shpreh 2000 vjet më përpara, kur e ringjalle prej së vdekush dhe pozicionove në të djathtën tënde përmbi çdo principat, pushtet, fuqi dhe çdo frymë të ligë në vendet qellore, që ai do sundoj jetë. Lavdi për jetë, o Atim. Lavdi për jetë. Ki mëshirë, o atë. Ki mëshirë, o atë, për kombin tonë që rebelohet kundra teje, me çdo lloj manifestimi dhe proteste në krenaritë e tyre, në miqësitë e tyre. Ki mëshirë, o atë, në emër të Jashuas. Dhe fal pa drejtsinë e ejtërve tënë, që nuk kanë ecur në urdhrimet e ligjit tënd, nuk kanë ndjekur rrugët tënde. Kemi mëkatuar për teje, o Atim, si kom, për vite, në breza. Ki mëshirë, o atë, dhe hape dritën tënde sot. Hapi krahët tënd, o atë, në emër të Jashuas, o atë. Dhe vështro mjerimet tona në kombin tonë, dhe çdo lloj manipulimi që i ku bën, që nga krerët e pushteteve tona, deri tek më i vogli, dhe të janë larguar nga ligji tënd, nga moralitet, nga drejtësia jote dhe nga gjykimi i vërtetë të tënd. Ki mëshirë, o atë, në emër të Jashuas, o atë. Ki mëshirë, o Atim, dhe fal, o Atim, në emër të Jashuas, o atë. Ki mëshirë, o Atim. Ki mëshirë pra që citoj në emër të birit tënd, në kombin tonë apo në diasporë, në emër të Jashuas. Valla motër, duhet të bashkohesh me lutje që po bëjmë, se që nga lutjet e parësore, është nga ndërmjetësimet që ti duhet të kesh në zemrën tënde, sepse nuk t'u dha fuqia frymës së shenjtë, nuk t'u dha njohuria e ligjit të tia, që ti mas andaj të vazhdosh të jesh i vetmuar dhe të lutesh vetëm për gjërat tënde, dhe të ndërmjetësojmë për kombin tonë, për ata që janë në diasporë, për ata që citojnë emrin e Mesias dhe për te në emër të Jashuas. Që të jemi në një mendje, në një frymë, në harmoni, në luqen që beret për para ti, sepse ai e premtovi që do kthente
sytë dhe veshët për të dëgjuar lutjen që do bësh në këtë vend, siç na premtovi. Dhe kjo është një gjë e pëlqyer, vëlla motër, që do ndërmjetësojmë për çdo paudhësi dhe palishmëri të kombit tonë, që ti shikon buçasi mikrofonet, buçasi lajmet. Ndërkohë nuk flet për lajmin e mirë të mbretërisë. Që një familje shqiptare të shpëtohet nga gjykimi dhe nga zemërimi që po vjen përmbi kombet, sepse kanë shkelur veprat e duarve të tij të vërteta dhe drejtsinë e tij dhe të urdhrimet e tija, që ne kishim bërë. Po ka një kohë pendimi, ka një kohë me di dhe kthimin në zemrat tona, pendimi që Bibla përshkruan me anë të ndalimit të shkeljeve të ligjit të tija dhe besim tek Mesia Jeshua Krishti, për marrjen e vullnetit të frymës së nga Shkodra deri në Sarandë, nga Korça deri në Durrës, në emër të Jeshuas. Nuk të shpëtoj mikrofonet e çdo lloji manipulimi dhe proteste që drejtojnë nga entitetet prej botës dhe të buqizojnë dhe të mbajnë ping me anë të filozofive dhe mashtrimeve të kota që ata vazhdojnë të manipulojnë zemrat e njerëzve. Dhe është krijuesi i qiellit tokës, që ai mund të shpëtojë jetën tënde. Nga të ditë për të marrë ti për jetësinë, ringjalljen siç e bëri me anë të birit të tij në ditën e tretë. Dhe tregovi lavdinë e tij, përshkroi çejtë në madhështinë e tij, që ati Yahweh, Zoti krijuesi i qiellit tokës, da dhe flet dhe po tani në zemrën tënde. Do që po dëgjon. Ai urtë, ai zgjuar në këto orë të fundit, sepse kjo botë është gjykuar tashmë në emër të Jeshuat. Për çdo padrejti dhe mëkat dhe ngësi që njeriu kryen kundra krijuesit. Njeriu nuk të shpëton ty, nuk të shpëton as e kuq të bluja. Kudo që je, në Francë, në Belgjikë, në Spanjë, në Kosovë, në Amerikë, në Kanada, në Shqipëri, Greqi, Itali. Nuk të shpëtoj në manipulimet që ka vazhduar të shkelin urdhrimet e tija, krerët dhe pushtetarët. Nuk të shpëton as familjarët tënd që ka nevojë për shpëtimin e tyre, po të shpëton zemra tënd ku vendos. Besimi tek Mesia Jeshua Krishti dhe pendohesh nga shkeljet e ligjit të tija, pendohesh nga shkelja e sabatit, e ditës së shtatë, pendohesh nga vjedhja, pendohesh nga marrja e çdo lloj manipulimi që bëhet me anë të lekut dhe epsheve, kënaqësive, qefeve. Pendohesh nga çdo zemërim dhe mosfalje që ke në zemrën tënde. Ati Yahweh, krijuesi i qiellit tokës, të shëroj zemrën tënde. Pendohesh nga imoraliteti, pendohesh nga stikimi me epsh, pendohesh nga tradhtia pasotore, dhe shkon përpara krijuesi i qiellit tokës për t'i thënë, kam mëkatuar përpara teje dhe nuk kundërshkova siç e meritoja. Tani po tregohet detyra e njeriu, detyra në zemrat tona, që ne të marrim mirësinë e tij, të marrim faljen, ti të ringjallësh në atë ditë dhe të shpëtohesh për lavditë e tij. Prandaj mos vende, mos vono të shosh përpara krijuesit i qiellit tokës, aty ku je, në makinë, në dhomën tënde, në vendin e punës ku po e dëgjon, me kufjet tënde, kudo që je. Sepse ai nuk ka lënë njeriu pa shpresë. Po qefet, kënaqësitë, imoraliteti, prosperiteti, leku, paraja, nuk shpëton njeriu në atë ditë. Nuk të shpëtojnë shqetësimet në zemrën tënde, sepse janë për të ligut prej Satanit, që vazhdon të manipulojnë dhe zemrat e njerëzve. Vetë zgjuar. Emri i Jeshuas, emri i tij i vërtetë. Dhe nuk të shpëtojnë ato ikonat që putë çdo ditë. Nuk të shpëtojnë ato gure që putë çdo ditë. Si në Laç, aty ku je, në Shkodër, në Sarandë, në Tiranë, në Korçë, duke bërë kryqin, ti nuk të shpëton ajo perja, sepse ti ma thënda shkon një moralitet mbas asaj. Vazhdo të shikosh porno tënde. Vazhdo të flasësh kundra dhe të flasësh me gjitha e tjetrit.
Ato nuk janë të përqyera pranë Krijuesit qiell tokës, sepse ata që janë brenda duke bërë ato kryqe dhe vishen me të zeza, ata janë i moralitetin e tyre, janë në papastërtitë e tyre, ti bëju zgjuar në emër të Jashuas. Sepse të vdekur nuk kanë pjesë me të gjallë, thot Bibla. Ndërkohë ti po ndjek njeriu. Ndërkohë ti si un gjyktar po ndjek njerëzit. Ne po të thonë në mazanaj që morale dhe standardet e njeriu, ligji ti besosu na u hoq. Po mundohemi të themi njerëz që citon emrin e Krishtit që flasë vërtet. Po mundohemi të themi ndonjëherë aty në Itali, në Korçë, në Sarandë, në Vlorë, në Tiranë, në Durrës. Kudo kemi mundësinë, lejë. Por ato ko janë? Lavdijemi të ti. Ati im Jahve, ki mëshirë për çdo njeri që po e dëgjon, që ai apo ajo të marrë shërimin dhe të marrë pastrimin, të marrë restaurimin e dhimbjeve të koskave të tij. Po ben, sepse ka kelu ligjin tënd, dhe kur i tregojnë e tyre njeri, duhet të marrim atë pendim në emër të Jashuas. Për ato shkelje të ligjit mëkate që kemi kryer para Krijuesit qiellit tokës, që ai zhvëzhgon dhe heton zemra dhe vendit e njeriu çdo ditë. Ndërkohë ty të ka dhënë që ti ngrihesh në mëngjes, është mëshira e tij. Ne nuk është nevoja që ti të flasësh dhe të vesh me gisht. Të ngrihesh më të ndaj me krenarin tënde fodulle që nga Amerika, apo në çdo vend. Ndërkohë akoma mosfalja ndodhet brenda në zemrën tënde, shurrejtja në zemrën tënde, mos do të ringjallesh në atë ditë, për atyre pemëve, atyre komunioneve, atyre manipulimeve të shekujt 3-4 prej çdo lloj frymre të vdekjes, do të ringjallin ato gjëra? Do të ringjalli Janusi që ti adhuron me kalendarin e tyre, vitin e ri pagan, do të ringjalli kush? Ai Krishti me diellin mbrapa, i rremë që nuk është në Bibël, nuk të ringjall ai. Sepse Mesia Jashua i vërtet i Biblës do vi me flakë, më së ndaj me sytë e tij që janë flakë dhe nga goja e tij do komandohet shpata gjykimi që do ta bëjë me anë të ligjit në Isaia 51. Por mësime nuk dëgjohen. Kur këshillohet njeriu për të mos shkuar në vdekje, nuk i dëgjojmë. Në fjalët e urta ka shumë paralajmërime ku nuk dëgjohen këshilla. Që në fjalët e urta 1, që në vargu 20 deri në fund, është lajmi i mirë i mbisë. Që është profetik fjalët e urta 1, 20 deri 31. Që ti mund ta shikosh vetë. Sepse urdhrimet e tij janë të qëndrueshme, të patundura për jetë. Që ne duhet pendohemi, të kthehemi, sepse urtësia po vërtet në rrugë. Që atë Jahve i ka vendosur ligjin e tij. Një, të kryer me vërtetësi dhe drejtësi. Dhe ai dërgoi popullit të tij shpëtimin, dërgon në zemrën tënde sot, që ti të pendohesh nga shkeljet e ligjit, mos vazhdosh të çukasësh vezën në televizione, mos vazhdo të lartësohesh në krenarinë e zemrës tënde, në për rrugët e Tiranës apo në për radiot e Tiranës, sepse ato nuk shpëtojnë. Nuk shpëtojnë njeriu kur vazhdon të kurdisi ligësinë në zemrën e tij, ndërkohë që një vëlla afrohet për të miqësuar, por i kemi parë veprat, i kemi parë frutat e tyre, që nga Tirana, që ti në Vlorë nuk do të bashkohesh, sepse apostujt e rejmë që nga Greqia nuk të shpëtojnë, sepse ata kanë anulluar ligjin, ndërkohë ti po e ndjek atë mësues të rejmë, po bazohesh dhe vej kraun tënd të djathtë tek njeriu. A mund të shpëtojë njeriu në atë ditë? Ndërkohë, aty Jahve, që ka emrin e tij të vërtetë dhe ti nuk do të përmendesh të fuqishëm dhe demonët të buzën tënde, sepse perëndimi i diellit ka qenë adhurimi i lirëve të lashtë. Dhe ti ato emra nuk do t'i përmendesh, po akoma nuk e hyn në beslidhje. Ndërkohë ai ka veçuar beslidhjen e tij për jetë, të veçuar të shenjtë, që ai që është i tmerrshëm dhe emri i tij është i tmerrshëm. Prandaj thotë shkrimi nëpërmjet profetit e tij David thotë, prika Jahve është zanafilla urtësisë.
Kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e ligjit të Tij, sepse lëvdimi I Tij vazhdon në përjetësi. Lavdi për jetë o aty. Ai. Lavdi për jetë. Amen valla. Amen valla. Vajtimi vazhdon. Kam që në orën 4 të mëngjesit që vajtoj. Në ndoshta ju e patë në fillim që shumë herë fjalët nuk dalin, sepse vajtimi është I madh. Për gjërat që shikohen, praktikohen, ndiqen sot. Ai. Nuk e zgjodhëm neve këtë rrugë. Nuk ka më kthim mbrapa. Atë mund të arrestoj zemrën e një personi, lavdi të Tij, mund të në jetën tënde, nëse ti pendohesh nga shkeljet e ligjit, sot. Dhe në veprimtari hyrjen e beslidhjes në zemrën dhe me anë të pagëzimit në ujë. Dhe kështu me dhuratën e frymës shenjtë. Për ata që ti shikon në për dalje live apo në ndërtesën tënde ku je, ai nuk është penduar nga shkeljet e ligjit, ti vazhdon ta ndjekësh me filozofitë e tia. Testoj një çfarë është mëkati, thuaj nga ana biblike, të japi 2 vargje, do t'i japi? Parë në 3-4, do ta e ke parë ndonjëherë pra vite në ekranin atje ku shkon? E ka shfaqur ndonjëherë që mëkati është shkelja e ligjit? Ndërkohë ai po zhytet në mëkat, sepse nuk ta ka shfaqur çfarë është mëkati. Dhe po të tërheq ty, sepse lutja e Abrahamit e Noas për disa entitete që dhaptojnë mendjen dhe zemrat e njerëzve për të shkelur ligjin. Në Kolosianë 2 ka plot fuqi për të sjellë paralajmërimin për secilin prej nesh. Ai. Le të vazhdoj. Lavdi emrit të Tij. Lavdi emrit të Tij. Shalom vlla motër, për ne të asambles tuja. Do vazhdojmë njësimi, nuk kemi rrugë tjetër. Le të vazhdojmë me mbushjen e fjalës së Tij të përjetshme, të përsosur, të mirë, të drejtë, të shenjtë, që zgjeron zemrën, me bën të urtë njeriu e thjeshtë. Kjo është shërbesa jonë për secilin për ju që po ndjek. Dhe unë të inkurajoj sa më shpejt në zemrën tënde. Bashkoju sepse ka një urtësi që po përfit në rrugë dhe unë citova fjalë të urta 20 deri në 31. Dhe mund ta lexojmë së bashku. Shpejt. Kjo është shërbesa jonë që ti mund të abonohesh me një mail në YouTube dhe sepse aty do ndodhi ditë që masandaj do t'i manipuloj I ligu, por ka akoma çik dritë. Dhe kur ka akoma çik dritë, ne vendosim dritën masandaj në zemrat tona me anë të pendimit. Pendimit nga shkeljet e ligjit, japim kuptueshmëri koncepteve, fjalëve që themi, ju I mbajnë të përgjithshme. Sepse ato të përgjithshme, ato të theksat e lejnë të cekët njeriu, jetën e një personi. Le të prekim fjalë të urta 1. Doj e solli aty ove. Kjo fjalën e Tij. Ja më lejo të marrë mbas vargu 23 se pas tom dhe në vargu 23.
ta mbështesh, sepse çdo bisedë, çdo gjë që ti dëgjon prej dikujt, ti duhet ta mbështesësh me anë të shkrimit. Dhe jo me emocione, dhe jo me një citim, sepse mjaft të dëgjosh 2 sekonda. Dhe me njerë kupton që nuk ka dritë në ta, sepse Isaia 8 flet hapësi, përmbaju e thotë ligjit e dëshmisë. Se në qoftë se një person nuk të flet sipas kësaj fjale, ligjit e dëshmisë, sepse nuk ka dritë në te. Ty të duhet drita. Ligji që është dritë në këmbën tonë, është në shtegun tonë, është lambën në këmbën tonë, është dritë në shtegun tonë. Kuptoje, bashkëdhetare, je e Jovaj, apo ditës së 7, apo ungjilltar, apo mormon, apo besimi katolik ortodoks, nuk ka rëndësi, adresojmë sistemin që njeriu të shpëtohet. Adresojmë ligën e sistemit të anti-Mesias, të anti-Krishtit, që ka bërë dhe mban pengi njeriu prej 2000 vjet e kaluar në kombin tonë. Po të marrësh në zemrën tënde fjalët e uta, janë profetike. Ati nuk e pem pa vlerë fjalën e tia, si që në kohët dhe sot neve kemi fjalë ligje, drimet e tia që janë pa vlerë sot. Dhe ko ati Jahue thot në ligje për të rinj 22. Thotë, nuk është këto fjalët e ligjit, thotë, nuk janë një fjalë do si do. Nuk është një fjalë, thotë, pa vlerë, për është jeta juaj. Ati ka jetin e ti vëlla motër, ti mendoj për momentin. Në integritetin dhe në kapacitetin fuqinë e tij. Ka jetën e përjetshme. Kush e ka? E ka në dorën e tij, në pushtetin e tij. Për ty vëlla në Vlorë, që unë po vajtoja sot në lutjen time. Ndërkohë shkojte diçka dhe hoqe, nuk e di çfarë ishte. E një ditë të lutem Atit, dua të bëj një bisedë me ty për disa aspekte masandaj që ndodhen në Tiranë para disa vitesh. Që ti je në djeni, dhe unë jam më së sigurt që ti je në djeni. Okej. Nëse letimin që shkrimi fillimisht, ato gjëra do fliten në kohën e dur. Okej, ja një moment. Fjalë të uta një, vargu 20, deri në 31, fal. Urtësia vërtetën në për rrugë. Jo këtu merr ti kuptueshmërinë, urtësia është urtësia Atit Jahue. Emri i tij vërtetë, prandaj vëllai thot nuk citohen disa emra se emri i Zotit është një titull. Është mirë, okay? Nuk ka ndonjë lidhje pagane. Nuk ka ndonjë lidhje të në entiteti për të adhuruar me emra që kanë rëndësi. Zoti Jahue ka folur me urtësinë, me gojën e tij, me fuqinë e tij, dhe vërtet sot e kësaj dite në për rrugët e Shqipërisë, në rrugët ku ti je aty, në vendin tënd, ku po imigron. Zeri i saj, i kësaj urtësisë, që është e personifikuar në kuptimin që jep shëmbëltyrën se mund të ishte një grua, kjo urtësia. Zeri i saj, ose zeri Atit Jahue, dëgjohet në përsheshe. Dhe si e bën Ati? Njerëz që vendosin jetën tënde, me shërbëtorët e tij që kanë integritetin dhe moralin e shëndoshëm në ligjin e tij për të rritur në pendim nga shkeljet e atij ligji një person në jetën e tij, që të shpëtohet nga gropa, që të shikojë dritën e jetës. Kjo urtësi thërret në vendet ku ka turma, ku ka mbledhje. Ku ka mbledhje. Dhe ligjëron në hyrje të portave të qytetit. Ligjëron, potencialisht ligjëron, pra e lejojmë ne të ligjërojë,
Në hyrje të portave, të portat ishin është një vend ku behen marrëveshjet, ku behen ndaj shkëmbimet, atje ku merren vendimarrjet, portat e qytetit. Ku hyn apo del diçka, portat e zemrës tënde në radhë të parë. Tani, po të shikosh ti portat e zemrës tënde, ti do të dallosh çfarë lejon të hyrë, çfarë ligjeron në jetën tënde. Ti këtë gjë duhet të paktën kesh kuptuar për momentin, po flas për ne këtu vëllai. Dhe ti atë lim, atë nënshtrim, atë sundim që ti ke deklaruar, ti duhet ta ruash atë çdo ditë. Ta ruash? Okej, ndalen disa gjëra që, okej. Duhet ta ruash. Sepse i ligu vitet vjedhi, e thotë, haprazi, shëmbulltyrën e farës dhe çfarë vjedh? Okej, le ta shikojmë. Pa neve duhet ruajmë. Prapë në fjalë të urta. Nuk mund të vraposh nga urtësia e krijuesit qiellit tokës, që ti të bësh i urtë në thjeshtësinë tënde. Okej, çfarë do të ruajmë neve? Kemi fjalë të urta 7. Lart, këtu ishte në 20, këtu jemi në 1. Që po të kalojmë se vjen ajo urtësi, mund ta shikojmë pa për momentin, mund ta citoj që ti ta kuptosh. Fjalë të urta që i dha Shelomonit, birit të Davidit, mbretit të Izraelit, për të njohur urtësinë, për të mësuar gjykimet e mençura, që njeriu të di si të veprojë me urtësi, me drejtësi, me gjykim, me ndershmëri, dhe duke dhënë kështu shkatësi njerëzve të thjeshtë, njohje dhe reflektim të riut. Ju ti do dëgjojë dhe do rriti urtësinë, zgjuarsinë e tij. Njeriu i zgjuar do përfitojë këshilla të urta për të kuptuar një enigmë, thotë, një vendimarrje, një sentencë, për të kuptuar fjalët e të urtëve dhe thethet e tyre të errta, thotë vargashtë. Vertu të një. Sepse frika Yahweh është fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend e përçmojnë urtësinë, zgjuarsinë dhe instruksionet, këshillat. Tani, ne, çfarë do të ruajmë në zemrat tona, që ne të jetojmë? Më thuaj vllamotë. E di çfarë? Të fjalë që neve duhet ta ruajmë. Urdhërimet e tija, ligjin e tija, është anulluar sot. Ti e ka anulluar, sepse nëse ti po e dëgjon tani të ka thënë drejtuesi tënd që është anulluar, ndërkohë ti ke anulluar fjalën e Atit Yahweh. Fjalët e urtësisë ti ke anulluar. E di si ka anulluar bashkëtetari apo bashkëtetari tim? Me anë të zemrës tënde. Sepse zemra është e ligë, kush mund ta kuptojë? Drejtohet nga çdo lloj manipulimi. Nuk e lejon. Prandaj një fjalën që duhet të ligjërojë diçka në zemrën tënde, në portat e zemrës tënde. E ti ligjëron masandaj në praninë e tij, duke ruajtur urdhrimet e tij, kështu ti jeton dhe çfarë? Ruan ligjin e tij. Ti bebja syve të tu, e do ta bësh ti dhe unë. Ka dikush në Shqipëri, në diasporë, që ruan ligjin e tij si bebja e syve të tij apo të saj? Në është vajtimi që unë bëja që në 4 të mëngjesit, deri tani që vajt ora 1, e mbasdites tu me mua. E ky vajtim do vazhdojë derisa të kem frymë. Shumë e marrën si krenari vajtimin në zemrën e dikujt. Shumë e marrin masandaj që ti pas ke kaluar në një shkallë tjetër, ti nuk je në rregull, vajtimin në zemrën tonë. Shumë vinë masandaj me filozofi dhe vinë me dualitete për të masandaj gjykuar vajtimin e zemrës tonë. Sepse ti më the diçka,
thash diçka që ti të jetosh. Sepse në këtë mënyrë ke për të jetuar. Okej. Da, le të shikojmë pak një vajtim të profetëve para nesh. Okej. Haja, atë vje forcën e emër të Jezus. Ja ku është vajtimi i zemrës time. Të parë, këto libra u hoqën nga Bibla, i ligu në shekullin e dytë nga farisejtë, dhe vazhdojnë farisejtë e perëndimit që i hoqën. Enoku që citohet në Juda 1, specifikisht vargu i tij citon Juda, vëllai i gjakut të Mesias, të Krishtit. Që Mesia thotë do vijë të gjykoj kombet me anë të ligjit. Tani, shikojmë për atë punën e të jetuarit apo vdekjes. Në vdekjen e dytë po flasim, tërë do vdesin fizikisht. Por ashtu vdekja e dytë në ligjin e zjarrit. Le ta shikojmë. Ajo urtësia, okej, urtësia. Që po vërtet me zërin e saj. Ajo urtësia është libri i urdhërimeve të Zotit, të Elohim, dhe ligji që qëndron për gjithmonë. Salmi 111, numrat 15, Salmi 119, 122, 151, 160, 89 vargjet. Ky ligj që qëndron për jetë, për gjithmonë. Dhe ka një grup personash që do ta mbajnë fort, dhe ta grup personash do të jetojnë. Ti dëshiron të jetosh, vëlla motër. Mos e le të ligun të vjedhi jetën e përjetshme. Veço e veten tënde, veço kohën, veço dumin, veço e trupin tënd, për të mos e llonjëllosur me shkelet e ligjit. Veço e mendjen tënde, duke rinovuar në ligjin e përsosur, që rinovon, më të ndaj, dhe shpëton shpirtin. E transformon shpirtin, thot. E rinovon mendjen, thot. Psalmi 23, Psalmi 19. Sepse janë një grup personash që do ta braktisin. Këta do vdesin në liçin e zjarrit. Konsumim jo ekzistencë me, nuk ka me. Sepse të gjitha ato manipulime që të kanë dhënë, mos andaj disa krerë me kokën e dagonit, mos andaj me kokoren e peshkut, që në shekullin e 34 të kanë thënë që do vazhdojnë të torturohen për jetë atje në liçin e zjarrit. Këto janë manipulime që kanë ardhur gjatë viteve. Ndërkohë, Mesia të shkatërrojnë shpirtin dhe tënd, thotë, në liçin e zjarrit, thotë. Tha të shkatërrojnë, nuk tha torturime. Dhe kur e braktisin ligjin, urdhrimet e tija, që qëndrojnë për gjithmonë, këta grup personash nuk janë mirë me atin. Ti nuk je mirë me atin, sepse ti ke thënë që ligji që qëndron për gjithmonë, ti ke thënë që është hequr kjo urtësi. Ndërkohë prapë Enoku thot, mirë, një grup personash që shtrembërojnë në fjalët e drejtësisë. Ndërkohë çfarë thot fjalët e urta 13. Ata që përçmojnë fjalën. Shikojmë atë fjalët e urta. Fjalët e urta. Mbaj mend që fjalët e urta janë profetike.
Okej. Fjalë të urta 13. Ja një moment. Ai që përçmon fjalën, kë fjalën, fjalën përpara, fjalën, urtësia, ligji, përsosur, ja të Jahve, sepse në fjalë të urta 13 apo në fjalë të urta ti e di që nuk ka beslidhje të re akoma. Dhe beslidhja e re nuk vjen të anulloj dhe masandaj të shtrembërojë fjalët e drejtësisë. Ti gjë kuptoj sa më shpejt. Sepse ato ti je mësuar në ato teologjitë, ta kanë shmuar fjalët e drejtësisë. Dhe kush e përçmon do të shkatërohet. Nuk tham këtu, kush e përçmon do të shkatërohet, kush e braktis do të vdesi. Por ai që respekton urdhërimin do të shpërblehet në jetën e përjetshme. Sepse duke mbajtur urdhrimet e ligjit, ti në atë ditë ringjallesh. Në Makve 2:13 ta sill Mateo edhe pastaj çfarë tha në Mateo 19 Mesia, sepse po kalojmë në themelet që janë shembur gjatë viteve me përçmime, me shtrembrime që të kanë dhënë. Ndërkohë aty nuk do për jetën tënde. Okej. Makve 2:13, Mateo 19 do kalojmë asandaj. Me një. Se po mundohem të ecë përpara, por okej. Në Makve 12, 2:13, flet prap për një grup personash. Ti shikon që shikon grupe personash që po citojnë. Okej. Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë, por janë të drejtë përpara të Jahve, ata që zbatojnë ligjin. Dhe do të shfaqsohen atë ditë, do të ringjallen, do të shpërblehen. Amen, amen. Tani, urdhrimet e ligjit që janë urtësia jonë duhet jenë libri urdhrimeve të Atit Jahve, ligji që qëndron për gjithmonë. Ata që do ta mbajnë fort do të jetojnë, prap, do të shpërblehen, do të shfaqsohen. Sepse këta grup personash kanë bërë diçka përpara Atit Jahve, ti e shikon, kanë zbatuar diçka. Këta janë të drejtë. Dhe ti e di që në Psalmi 1 apo në Fjalë të urta 15, Fjalë të urta 28, dallon Psalmi 37, dallon ata të drejtë çfarë do të trashëgojnë në atë ditë. Do të trashëgojnë tokën për jetë, do të shpërblehen. Ta që zbatojnë ligjin, do të shpërblehen, do të jetojnë, do të shfaqsohen njëre për gjithmonë. Kurse ata që e braktisin ligjin, urdhrimet e tija, ata do të vdesin, masandaj do të shkelen mbi tokë. Ndërkohë gjatë kohës shndërrohen në mëkatarë, në shkelës të ligjit. Paragjoni 3:4. Dhe që ti nuk të ta besh, ti do të pendohesh që sot. Por e ke të zemër të pendohesh përpara Atit Jahve, sepse kur vëllai të afrohet në zanore dhe të them që vojtet e shtratit janë për arsye e detajeve që unë të dhash për shkelit e ligjit, ti do të hysh në rast në pendim, në besim me Atin Jahve, kështu mishi tënd do të restaurohet më i freskët se i fëmijës. Që ditë të shikosh dritën e jetës. Sepse është jeta e përjetshme për ty, për familjen tënde. Sepse një person mund të marrë një farë shërim të trupit,
Po ja jetove disa vite. Po jeta e përjetshme.